Pra këtë vit s'kemi gjë me turizmin. Jo, ne s'kemi gjë me pushtetin, me qeverin. Avokat, për të kaluar të çështje të tjera, Flamur Noka ishte në SPAK, po ashtu edhe deputeti zgjedhur i Partisë Demokratike Arjan Doja. Njëri tha për të kallëzuar, tjetri për të sqaruar, duket se SPAK-u po merret me këta të opozitës. SPAK-u, zotri, ka kohë që thuhet do arrestohet Belinda Balluku, që është kriminalja kryesore dhe ai do t'ja më madhe në Shqipëri dhe ajo bën kashillok dhe thot më shikoni numrin e këpucëve. Pra me atë duhet të merret SPAK-u. SPAK-u duhet të merret me Mirena Kumbaro. SPAK-u duhet të merret me ministrin e mjedisit dhe të industrisë dhe të naftës, që janë ata që derret nafta në lumin e Vjosës. Me atë duhet merret SPAK-u, por nuk merret se SPAK-u ja ka. SPAK-u është i Edi Ramës dhe por nuk dha urdhër Edi Rama, SPAK-u nuk lëviz asnjë qime. Dhe të thotë kush të dojë që s'është i Edi Ramës. Është katërcifërisht vërtetohet dhe provohet dita ditës që SPAK-un e drejton Edi Rama, zotëri. Kjo do të thotë që lëvizja do jetë komanduara dhe në vazhdim nëse do ketë. Që të gjitha, nuk do ketë fare, ja po them unë. Më thuaj çfarë lëvizje ka bërë qeveria shqiptare për naftën që është derdhur në Vlorë, në Vjosë, më thuaj. Ka ndonjë lëvizje? Megjithatë, ju avokat keni thënë që SPAK-u është i amerikanëve. Tani e komandon Rama apo është i amerikanëve? Kam thënë kështu. Ta përsëris në ligjërat të drejtë. SPAK-un e paguajnë amerikanët. Byron Kombëtare të Jetimit e paguajnë amerikanët. Por çfarë ndodh? Pas ka dy Amerika. Një Amerikë që komandon Edi Rama dhe bën tallet me shqiptarët, që janë masonët, Illuminati dhe Kabala, dhe një Amerikë që shteti amerikan dhe pushteti amerikan që me sa duket se pyet ka njëri. Dy gjëra janë. E keni fjalën për Deep State-in. Urdhro, pse nuk bën gjallë? Ku janë? Ore gjërat janë konkrete. Unë nuk flas me teorira edhe me fjalimin e parlamentit. Ata janë bërë konkret, avokat, se pak ditë më parë Trumpi firmoi si zgjatjen e urdhrit të emergjencës edhe një vit për Ballkanin, që do thotë mund të ketë non grata. O zotri, që më hyj mua në punë urdhri e non gratave që e pa edhe i emergjencës? Mua më duhet çfarë po bëhet me kriminalët që qeverisin shtetin shqiptar, politikën shqiptare. Mua më duhet me tradhtarët e kombit shqiptar që e kanë shkatëruar komplet mjedisin dhe turizmin dhe ekonominë. Mua me këta më duhet. Në qoftë se kanë Amerikanë mbajnë në pushtet edhe mbajnë marrëdhënie të mira, me këta sharlatan, me këta gangsterë që po kemi ne në pushtet, atëherë pse më duhet ajo Amerikë? Pse më duhet? Po Amerika çfarë bën tani, vetëm na bëj shtetin e 51, na marr ajo ose. E presim këtë dhe s'po e bëjnë. Ndryshe nuk bëjë Shqipëria. Gjithsesi, kryeministri po lobon 2027-ën samiti NATO-s në Tiranë, që mund vinë dhe Trumpi vetë, që do ishte super. Po pse do ishte super? Po për imazhin për Shqipërinë. Për cilin imazh? Që të rregulloj imazhin e Ramës, narkomanit? Po flasim për Shqipërinë. Jo, Shqipëria nuk është ajo që mendon ti. Shqipëria është Shqipëria e narkotikut. E narkotikëve, e drogës, e krimit, e vrasjeve, ditë për ditë bëjnë vrasje, ditë për ditë bëjnë krime, ditë për ditë kape njerëz me drogë. Edhe avokat, po, në çdo vend ka vrasje. Ka krim, ka drogë. Jo, në çdo vend, jo. Atë mos e thuaj. Jo, zotëri, pse përgjithësoni kështu? Po e gjet atë drejtë po është në çdo vend. Po krimi nuk e shpikëm ne. Por ama ne nuk e dënoj. Okej, këtu keni drejt. Po amerikanët thonë SPAK-un ma bëm, tani çfarë do bëjmë? Dhe që kërkojnë llogari SPAK-ut, që thonë SPAK-ut të kemi krijuar në zotëri, të paguajmë neve, të kemi instruktuar neve, ke hedhur firmën tek neve, pse nuk e bë detyrën? Jo, janë tallje me neve, dhe SPAK-u dhe amerikanët të tërë. U tallë kanë me neve dhe ne s'dim gjë, dhe unë si Tellat Trifoni gjithnjë kam thënë, nuk do një zgjedhje, nuk do bën zgjedhje, kam thënë zgjedhje të bën. Nuk do një zgjedhje nuk mbyllën. Nuk do ketë arrestime s'ka. Atëre i kërkoj falje, i kërkoj ndjes qytetarëve shqiptarë. Sepse mbështetur në besimin që kanë pasur te amerikanët, kanë bërë ato deklarata. I marr mbrapsht të tëra, kërkoj ndjes shqiptarëve, u kërkoj falje, me përullësi u kërkoj falje, sepse pas kam qenë gabuar. Pra pritshmëritë kanë rënë
Për atë që Zero. Pritshmëri zero. Nuk ka pritshmëri. pra në shtator pra do fillojmë Rama Berisha protesta, As bëhet fjalë fare, por çe shkoni larg mund, po çe pengojnë që ta marrin Berishën të arrestuar. E mbron Amerika Berishën, e dini ki apo se dini? U ka shërbyer amerikanëve, u ka shërbyer grekëve, u ka shërbyer tëra policirave të globit. Avokat, po tu kishe shërbyer nuk e shpallin non grata ata. Po ta mbronin. Amerikanët e kanë shpallur non grata për të larë veten e tyre, po pse si shpallin pse nuk thon non grekët për Berishën asnjë fjalë. Pse nuk thon serbët asnjë fjalë. Absolutisht fare. U ka shërbyer. A ishte kot avokat ju pyes për rinumërimin, se doli zero, lodhën kot ata. Ajo që e di ç'ishte ajo për të ulur revoltën dhe zemërimin e qytetarëve shqiptarë. Ha se do numërohen, ha se do dalë vërteta, asnjë gjë. Më shumë doli se kishte marrë PD-ja vota që nuk i takonin. Fiks. Dhe PD-ja sa kohë që do ketë, PD-ja është një parti bolshevike, më bolshevike se bolshevikët e Stalinit. Qa ka bërë PD-ja për të djathën që pretendon se është djathë, po që shkytur që po thonë. E kuptoni se s'po bëhet apo se s'kuptoni. Janë gangster dy palën dhe të na thonë këta të BD-s, sa oligark kanë, miliarder, që nuk u zihet emri kur në gojë. Po mete Sali Berisha vetëm zgjedhje, jo more, interesohet që të shpëtoj prapanicin e vete dhe punë madhe për Shqipërinë, po nëse do më bukur të bukur, se të bukur jemi vetë. Ne kemi dashur, kemi më shtetur, deri tje, për të duke pasur besimin absolut që është kundërshtar i të keqes, jo që nga e keqja vetë se dinim. Avokat, po mbyllim të javë dhe këtë bisedë me shpresën në nivele shumë të ulta. Unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj për intervistën. Nuk kemi gjëndvi, jemi në ditë hallit. Domethënë më keq Shqipëria s'ka qenë ndonjëherë. Asnjëherë s'ka qenë kaq keq. Uroj që të bëhet më mirë duke filluar nga një lëvizje fort për Vjosën që të pastrohet, që mos vazhdojmë me degradimi atje, edhe pastaj. Asnjë gjë nuk do bëhet, po ta them unë. Asnjë gjë nuk do bëhet, nuk do lëvizim këta. Hiç fare, pse po ne kemi probleme tjetër, hedhjen e gjarprimit nga turistët. Neve na vijnë këtu gjarprim piton, që pitoni nuk njihet në Ballkan. Nga dolli pitoni këtu. U kap një në Burrel, një tjetër në Progonatët e Pelenës, ai tjetri pardje në Vlorë, i sjellën turistët me motocikleta në zotëri. Edhe nuk i kontrollon njëri fare. Pra, po na hedhin gjitha të këqijat, sa nga ajri, sa nga toka. Ure kanë vendosur të na zhdukit, të na shërënjosin, e kuptoni, ky është objektivi. Kanë vendosur të na shërënjosin me vaksina, me helmime, me vrasje, po atë mortajnë e baktive, pe mortajnë e baktive që është hedhur, ajo nuk njihej në Shqipëri. Kishte 100 vjet që nuk njihej. Tani e sollën. Kanë vendosur që të na vrasin dhe ne po flëm. Ndaj u them shqiptarëve një thirrje të plot të dalë nga shpirti. Ngrehuni të mbrojmë vendin tonë, o të vdekur e të pambuluar. Me këtë mbyllua. Po e mbyllim me këtë, avokat, të falenderoj shumë dhe të uroj më të mira. Falenderit.